situata është e lidhë me faktin a dojmë me vazhdu tu që shka ndodhë kërgjo për vendimin gjykatës. Po nikoni, tu është tash thelbi, na mirë mu nalë një herë, para se me vazhdu në seancë, ta shërtoj mundësi, për shkak se shiqona sot muj me krye detyrën tonë të zgjedhjes së kryetarit kuvendit. Nëse kthehem në votim të hapur, ashtu si ka qenë praktika, pra dhe gjykata thotë se në bazë praktikës e rregullohesh kuvendit. Nëse dakordojmë për kandidaturën, ne sot votojmë. 6 vota të aleancës sot e kemi punën. Këtë votimin të fshehtë, për të kaluar në votimin e fshehtë, për të kaluar në votim të hapur, nga lëvizja vendosuese kanë thënë se ka vetëm një metodë për të. Që ky votim ose ky komision të merr më shumë vota kundër se pro dhe rrjedhimisht të ezarohet. A do të votoni sot? Pa votat ju lutem, pa votat e parlamentit në këtë mënyrë apo në atë mënyrë, është ndru procedura e votimit. Pra kthimin e praktikën, ashtu si ka thonë gjykata kushtetuese, nuk i sjell dame askuj, as vetëvendosjes, as një tjerëve, kryesuesi i kuvendit mundet me thonë se ka dakordim politik, me u kthy në vot hapur, pra mundet me thonë, është diçka e mujshme në përputhje me kompetencat e tij, në akordimit politik, edhe nëse kërkohet një vot formale me kthy në vot hapur, ne jemi këtu, dhe njëkohësisht rreziku sot më i madh është se shifni veç një situatë. Ju lutem, seanca është thirrë për sot, pas vendimit të gjykatës. Imagjinoni ne me hyrë në seancë me të vjetën. Nuk është mirë me hyrë me të vjetën, edhe i bëj thirrje të gjithëve që ta kuptojnë se po e përsëritem edhe një herë praktikën e drejtashme ne jem ka hyrë pa kufi. Dhe te në ftesën e Kurtit, nuk jem kundër, pra nuk kem bërë një diskutim plot në kryesi, nuk jem kundër që të përfaqëson kolegja ime, pra timja që dhe falenderoj edhe për angazhimin, pra për landën që e ka dërguar në gjykatë.